Brother in brëm? S'merrem me ato. Çfarë mendoni për shoklatën që i dha Jozi Gjesit? Shumë mirë ja bani. E meritote. Jozi doli shoqëruar nga policia. A mendoni se do merren masa të tjera ligjore ndaj tij? Merren që do e bëni ato që e meritote Gjesi. Çfarë mesazhi jepet për rinin? Për rinin, të mojë qëndrim edukativ, siç e kemi tradit ne, jo me provokime. Se e provokoj shumë. E hapte derën vetë atë, nuk ishte nevojë atje hapte Gjesi. Ashtu e ka bërë për gjithë banorët. S'ka trima sot. Jeshme në Big Brother VIP, një nga personazhet, Jozi, goditi një tjetër personazh, po ja shpjegoj unë, se ma mërë se keni parë. Goditi një tjetër personazh me shpull në momentin që do lindte shtëpinë. Çfarë mendoni për këtë dhe çfarë mesazhi po jepet për të rinjt? Tani këto gjëra janë pak delikate si tema edhe pak të vështira, sepse ne duam të bëjmë kohoren, të zhvilluarin, modernin, si që bën edhe bota e zhvilluar, bota europiane, por në disa drejtime ne kemi mangësi, pse nuk kemi rritur nga atë frymë. Nuk arrim t'i konceptojmë si duhet. Nuk arrim t'i konceptojmë, i marrim të drejt për drejta, ose nga njëherë të qëllimshme. Pra, dhuna është e ndaluar. Që Jozi goditi Gjestin? Atë moment nuk e kam parë, po me qashosh, shumë e ullët. Shumë e ullët sepse nuk shkon në një gjitha i impenjim, gjitha i investim. Dhe nga përna nuk shkon, për me dhe për mendimin tim. Çfarë mendoni se e nxiti atë që ta godiste? Nuk e di, nuk e kam ndjek me thënë drejtë me kështu në vazhdimësi. Nuk e kam ndjek dhe nuk di, se di se si. Çfarë masash mendoni që duhet merren ndaj Jozit? Nuk e di. Se di çfarë them. Brëm doli shoqëruar nga policia. Po? Mendoni se mund të ketë ndonjë arrestim më pas? Shiko, unë nuk e di tash se thash sepse unë nuk e kam ndjekur në vazhdimsi këtë dhe nuk e di si janë marrëdhëniet me këtë që ka gjujt. Ky më duket është kosovar ky tjetër, ja. Disa muaj më parë ai ofendoi dhe me shprehje raciste. Kush e ofendoi? Jozi Gjestin. Po ky ka Është futësërish. po në qoftë se është kështu siç thoni ju, patjetër nuk e diskutoj që është kështu siç thoni ju, atëherë edhe ky përderisa është fut për herë të dytë, mendoj se s'duhet ta kishin fut për herë të dytë. Mendoj, nuk e di, thash, nuk jam shumë i impenjuar dhe nuk e di se si janë zhvilluar ngjarjet, se duhet i ndjekësh gjithmonë që të dalësh në konkluzion për këtë që thoni ju, në qoftë se are ka mendimin që duhet të testojnë mirë ata që futen në këto e pare punës, ata që futen duhet të testojnë veten dhe të dinë sa mbajnë. Edhe që ti e shef që nuk je për këtë punë, mos u fut, mendoj mirë. Dhe në qoftë se kjo ka ndodhur një herë dhe pastaj për herë të dytë, mendoj se nuk duhet ta kishin fut për herë të dytë, ju thash sepse nuk jam shumë i angazhuar me këtë punë, po për kaq sa. Kush mendoni se fiton? A se di. Kë simpatizoni ju personalisht? Unë e thënë drejtë nuk është se nuk e di, kjo është pyetje që nuk jap dot përgjigje. Sepse të paragjykosh, si shkon mendimi im gjithmonë, nëse unë them që filani edhe nuk do të kështu, atëherë unë jam i gabuar dhe ata të tjerët janë shumë mirë, po prapë me veten tënde duhet të jesh më korrekt mendimi im. Mendoj që Big Brother in brëm? Po. E pat Jozin kur goditi Gjestin? E pa më vonë. Çfarë mendoni për këtë? Po, mirë nuk bëri që goditi. Drejt më thënë. S'duhet qelluar asnjëherë. Shumë gabim. Çfarë mendoni se shtyu ta bënte atë veprim? Po mbase e ka ofenduar, ndoshta dhe e qelloi. Dhe mund, po, nuk e di. Mbase, po ai sipas asaj duhet dalë, se nuk mundet të rrijë apo ja. Jozi doli në brëm. Doti, po pra, në moment do t'inte. Doli shoqëruar nga policia. Po pse nga policia, Po. Shumë mirë ka bërë. Nuk duhet qelluar, se do që të ishte puna. Ai ndoshta ka kundërshtuar, po mund të ketë edhe fjalë të rëndë, se nuk durojmë dot të shqiptarët, jemi gjaknxet. Çfarë masash mendoni se duhet merren ndaj Jozit? Nuk besoj se do marrin ai masë. Se ai që i moment edhe e qelloi. Disa muaj më parë e ofendoi me shprehje raciste. E di se e kam ndjekur. Shumë nuk besoj se do ashtu policia, nuk besoj. Kush e fiton Bikun? Bikun? Jam midis Gjesit dhe Lajertit. Kush dëshironi ju që ta fitoj?
Unë them lajrte. Që them unë, nuk e di. Ose lajrte dhe e gruja, nuk është keq, dhe ajo e mirë është. Se dhe ajo kalos mirë. Ajo që ka me fëmijë. Faleminderit, ju pafshim. Goditi gjestin. E pati Jozin që goditi gjestin. Po e po me në një. Qa mendoni ju për këtë? As di gjo, heq, A do të shpërzihem. merren masa ndaj Jozit? Mua se më duhet gjava i qa bajnë. Me kenë për mua me kenë kështu tonë. Po ju, çfarë më? Për Jozin që goditi gjestin. Jozin që goditi gjestin. Po, manoj mirë për gjithka një shova. Tanë tjenë mire, të tjetojnë mire, kjo fjeta më nasni sena. Ja rasi shpullsa me pane, me kalu. Jo, më me Rashput. Ishte e sajuar ajo? Ishte e sajuar shpulla? Më thot në një. hajtë në ishim e të mira. Faleminderit. Mbrëm. Jo. Jozi goditi gjestin me shpull. Në momentin që do dilte nga shtëpia, çfarë mendoni për këtë veprim? Unë nuk i ndjek fare këto emisione, si kam qenë. Kur e mendoni në përgjithësi një personazh të godas një tjetër, një djalë i ri të godas një tjetër djalë të ri? E ka bërë me Para shaka. kamerave. E ka bërë me shaka. U shoqëruan nga policia. Po besoj se do kërkojnë ndjes. Edhe do mbyllet. A mendoni që do të merren masa ndaj tij? Nuk e di, atë është një proces që e di vetëm gjykata dhe policia. Po për të rinj, çfarë mesazhi japin? Të rinjt janë në botën e tyre dhe çdo njeri ka atë mentalitetin dhe që thonë ideologjinë e tij. Faleminderit. Që Jozi dha gjestin. Dojnë nervësh. Çfarë masash duhet marrë ndaj Jozit? Asnjë mos, është futboll, rripen futbollistat, ndërpredojë asnjë gjë hiç. Në kontratë para se të futen, është shkruar që nuk lejohet dhunat fizike. Po dojnë nervësh. Edhe në futboll merret një karton i kuq, nëse Ja, po të futesh nga jashtë mbrana, po merr karton kuq. Ose loja godet, del nga loja. E ka marrë dënimin e doli. Është arrestuar nga policia. Është fats. Për opinionesh. Është po. E ka marrë dënimin, doli vetaj. Në kontratë, goditet, del. Edhe goditi doli. A mendoni se do merren masa të tjera ligjore Ja. ndaj Jozit? Ja. Nuk ka arsye. Nuk ka arsye të marrë. Është normal. E kam menduar që për ta bëu këtë. Unë për shuplakën që i dha Jozi gjestin. Shumë gabime. Kaq. Po shtërsi, sa s'ishe ku të shkonte më. Deri në mbrëm. A i marrë të përndia këta pa? E i bëj bravi, më të vritën. E djeshme në Big Brother, Jozi goditi gjestin me shuplak. Çfarë mendoni ju për këtë? Nuk merrim ato punë që. I kanë të rinj juve. Çfarë mesazhi jepet për rinin me këtë? Çfarë mesazhi jepet rinis? Çfarë të ndujën? Çfarë mesazhi jepet rinis? Rinis. Mesazhe japin të shkollohet. Mos merrem me pislike me drogë në për klubet natën. Ti s'ka qenë rinia ime në atë kohë. Se kam marrë në 55 këtu në kohën e vetë. Jam përmetarur. 16 vjeç kam marrë. Edhe dekirova këtu në Tiranë. Miru pafshim. Qofshim i. Jozi goditi mbrëm gjestin me shuplak. Çfarë mendoni për këtë? Tra? Jozi goditi mbrëm gjestin me shuplak. Çfarë mendoni për këtë? Si më gjesi me... I quajti me shpull. Kush? Jozi. Po shumë gabim ka bërë. Kjo stregon edukat të mirë. Çfarë masash duhet marrë ndaj tij? Masat Mbrëm doli shoqëruar nga policia. A mendoni që do merren masa të tjera ligjore? Po, edhe mundet. Se nuk godit e tjetëri kot. Haj, faleminderit. Jozi goditi mbrëm gjestin me Ah, shuplak. ah. Çfarë mendoni për këtë? Çfarë mendojmë? Një gjesti nuk imagjinoj dot. Fundja jemi vëllezër, jemi shqiptar mbi gjithë, kemi edukatën dhe në asnjë mënyrë dhunë në asnjë mënyrë. Unë nuk jam. Unë dhe besoj shumica për dhunë jo. Jozi Mendoj, doli mbrëm i shoqëruar nga policia. A mendoni që do merren masa të tjera ligjore ndaj tij? shpresoj. Shpresoj. Çfarë mendoni se është dyu ta bënte atë veprim?
Ndoshta gjatësia Ishte shqiptare provokim nga ana e Gjestit? edhe ishte. Ndoshta ai e bëri për mirësjellje që t'i hapte derën, por ishte edhe ndoshta ishte edhe si shenjë ofendimi kundrejt Jozit. Më thënë nuk mundesh të ashtu dot. Më thënë janë të dy krahët. Mendoj. Kush mendon se fiton Big Brother? Unë jam për Rozanën. Shpresoj të fitoj. Megjithatë e fitoft më i miri. Gjestin me shuplak, çfarë mendoni për këtë? Çfarë ishte kjo? Jozi goditin mbrëm Gjestin me shuplak. Se pashim, po ta kish parë do u thoshja. Me sa ju thash, na mendoni se është një gjest që jep mesazh Gjesti ullët është, gjesti ullët. Jozi goditi Gjestin mbrëm me shuplak. Çfarë mendoni për këtë? Jozi. Kush a Jozi? Ma thuj se s'jam Jozi është një këngëtar që është në Big Brother. Po? Dhe Gjesti është një tjetër këngëtar që është në Big Brother. Po. Edhe mbrëmjen e djeshme, Jozi do largohej nga shtëpia dhe në momentin që do dilte goditi Gjestin me shuplak. Ka bërë shumë gabim. Nuk është ajo zgjidhja me godit tjetër. U eliminu, del jashtë. Su eliminu, rrimrena, kaq. Është gabimi im fatal. Unë jam avokat tamam. Është vepër penale, kaq goditja. Në rregull. Çfarë masash do të merren ndaj? Çfarë masash ligjore do të Atë se di, atë di institucionet nga cili mbaret. Mbrëmjen e djeshme, Jozi doli shoqëruar nga policia. I shoqëruar Po. nga policia. Po. Atëherë do ta çojnë gjykat, atëherë do japin detyrim paraqitje, se më tepër nuk japin. Në rregull. Në rregull. Faleminderit. Detyrim paraqitje. Pra që po e përsëriti dhe herë hyn burg, kaq ditëm. Jozi goditi Gjestin me shuplak. Çfarë mendoni ju për këtë? Kush doli mbrëm? Jozi goditi Gjestin, doli Jozi dhe Loredana dhe goditi Gjestin me shuplak. Unë kujtova se do fitonte ai çuni vogël. Ai çuni vogël u godit me shpull. U godit me shpull ai. Po pse? I hapi derën Jozi dhe ky e goditi me shuplak. Çfarë mendoni ju? Shumë gabim. Ai bënte lojë kështu pa dellëzi, pa kështu. Kurse ata tjerët ishin dellëzuar. Shumë mirë. Do me thënë, doli ai se unë se pash deri në fund. Ai Jozi doli, ai vogli Gjesti nuk ka dalë akoma. Doli, hajt mo. Mire të vesh aty gjithë hile, po rrita që unë se jo, do të them sinqerisht, unë që se ka filluar ai Big Brotheri? është bërë me hile. Nuk ishin votuar ai Floka Qoreli që është si origjinë kështu grek. Ai edhe ajo goca. Ai të dilte, jo ajo goca. E morë vesh, e gjithë hile bëj. Kush mendon se bën hile? Kush bën hile? Kush e bën hilen? Televizori. E morë vesh. Faleminderit. Po kush e bëre, ti do ta bësh? Faleminderit, më pafshim. Ti ja këtu, hajt pafshim. Apo mbrëm me shuplak, çfarë mendoni ju për këtë? Si? Jozi goditi Gjestin mbrëm me shuplak, çfarë mendoni? Ai se di isha me thënë për atë punë, gabim ka bo, asja e ka godita, kanë himin e 3 muj bashkë. Se nuk e kanë shumë mirë, gjithë kanë horë bashkë, gjithë kanë një bashkë, pse të për rrifën mrapa? Me nejtë më shku në finale, kush do si ta ketë fatë, a gjithë ishtë se ka shku si aj. Çfarë masash do të merren ndaj Jozit? Masa trepta, sigurie, normal, qartë. Ja, masa trepta, jo. Po gabimin atje ta. Jo, pas trepta, jo, po tek për qafime do të kaj. Atë ku shkosh atje do të rishur qeqa atje. Sillesh mirë. Mbrëm doli shoqëruar nga policia, mendoni që do merren masa? Po mendoj se do merren masa, jashtë mase. Kush e fiton Big Brother? Kush e fiton tash Gjesti, ndoshta, Gjesti. Mendoj se Gjesti e fiton. A kishte provokim nga ana e Gjestit mbrëm nga Jozit? Tash nuk e di, do mundet një të kishte.